Unë e gjykoj krejt ndryshe. Besoj fort në tezën që Partia Socialiste është shumë e fortë, edhe shumë organizuar, punon shumë, edhe kjo është arsyeja që fitojmë. Nuk është arsyeja që ne marrim votën popullore se opozita është e dobët. Historia në Shqipëri në këto 35 vite demokraci ka treguar që në përgjithësi votohet kundra, shumë pak se sa votohet pra. Pra, kur qytetarët kuptojnë që një forcë politike, një kryetar bashkie, një deputet i zgjedhur, po së mos të forcat politike, nuk e meriton të qeverisin, nuk e voton. Fakti që ne morëm mandatin e 4 vjen si rrjedhoje një leadershipit qartë Partisë Socialiste, drejtuar nga Edi Rama, vjen si pasojë e punës madhe që është bërë për transformimin e Shqipërisë, por vjen edhe nga fakti që ne premtuam integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian brenda vitit 2030 dhe ishte një premtim i vërtet, le të themi elektoral, por një premtim i vërtet që krijon tek qytetarët një ndjesi se çfarë kërkojnë. Ndërkohë që opozita, siç e thatë ju, nuk arriti të krijonte një alternativë. Pra nuk arriti që të krijojë një forcë e cila mund të krijojë besim te njerëzit se mund të bëjë diçka për vendin. Edhe protesta e djeshme, ashtu siç thuhet qartë tashmë që ishte pjesë me ngjarje vandale, me goditjen e institucioneve shtetërore, me hedhjen e mjeteve jashtëzakonisht rrezikshme për drejtuar policisë shtetit që janë qetësisht njerëz të cilët nuk kanë krah politik, po janë aty për të ruajtur institucionet shtetërore dhe rendin publik, dëshmoj që mungesa e alternativës, mungesa e një, le të themi, leadershipi të Partisë Demokratike që mund të thotë diçka për buxhetin, mund të thotë diçka për qeverisjen e vendit, mund të thotë diçka për sistemin e taksave, mund të thotë diçka për integrimin evropian, shkon dhe bën veprimin më të gabuar të mundshëm, i cili padyshim nuk besoj se i shton një vot Partisë Demokratike nga pikpamja elektorale. I pakson, padyshim i pakson. Pasi kur flasim për një Shqipëri e cila shkon drejt Bashkimit Evropian, nuk do të thotë se duhet mungojnë protestat. Protestat janë gjithmonë pjesë e demokracisë. Unë kam qenë vetë në opozitë, drejtuesi i opozitës kur Partia Socialiste ishte në opozitë në vitet 2005-2013, ne kemi bërë shumë greva, kemi bërë shumë demonstrata, kemi ndojtur në bulevard një grup prej nesh, 220 gra dhe burra, kemi ndojtur në grevën e Uris 20 ditore. Pra nuk jam unë kundra protestës, po protesta atëherë ne na sillte jashtëzakonisht shumë njerëz. Në protestë tani kanë kaluar plot 15 vjet nga greva e Uris, po ju garantoj që çdo ditë njerëzit na shtoheshin në mbështetje. Dhe ishte ajo mbështetje popullore që ne na jepte më shumë entuziazëm, na jepte më shumë besim tek gjëja e mirë që po bën. Edhe pastaj ishte pa entuziazëm që krijoi një vazh të fortë të opozitës së asaj kohe që 2013 kur ne morëm garën elektorale, na garantonte fitoren pushtet. Pra them që duhet gjetur brenda ndarja përsa e përket protestës, pra nuk mund të kemi gjë kundra protestave, po vandalizmën, goditjet e forcave të rendit, hedhjen e lëndëve të rrezikshme, jashtëzakonisht shumë të rrezikshme drejt forcave të rendit dhe në kushtet e, le të themi, një teatri për të mbuluar gjithë të mungesën e leadershipit edhe të alternativës, padyshim e dëmton opozitën dhe i jep më shumë kredite Partisë Socialiste për garën e ardhshme. Por siç e thash në fillim, ne jemi shumë të fortë, jo se ata janë dobët, dhe dukemi shumë të fortë dhe do fitojmë garën se ata janë dobët. Ata duken shumë të dobët se ne jemi shumë të fortë. Jemi të organizuar, punojmë për ditë, interesohemi, ke filluar prekosh përgatitjen për zgjedhjet e ardhshme elektorale që janë zgjedhjet lokale të vitit 2027 dhe do shkojmë në 2027 të fitojmë të gjitha bashkisht. Për gara jonë është një garë strukturuar dhe ne punojmë për atë garë. Unë e thash për sa i përket garës 2025. Gara 2025 na dha në 83 mandate. 83 mandate që realisht janë një fitore spektakolare në gjithë Shqipërinë, edhe krahasuar jo vetëm
4 vite më parë 2021, po me gjithë garat që ndodhin në Shqipëri. Pra edhe kushtetuta kur është ndërtuar me këto raportet votë cilësuar, votë kushtetuese, raporte bipartizane në parlament, nuk e ka menduar që një forcë politike mund të shkonte në 83 mandate. Po ne shkuam në 83 mandate edhe fal respektimit, edhe plotësimit, edhe mbështetjes, edhe realizimit të një premtimi të madh. Kur morëm pushtetin 2013, një nga 3-4 premtimet e mëdha ka qenë reforma në drejtësi. Dhe rastet që ju përmendni që tani të gjithë i dinë, janë rastet të dëshmisë së kësaj le të themi reforme të madhe që ne kemi bërë. Pra ku drejtësia të jetë një drejtësi e pavarur, e pandikuar dhe që mund të gjykojë dhe të penalizojë çdo që në diskursin e saj gjendet i fajshëm. Çfarë do të them me këtë? Ju thash që ne kemi 13 vjetë si qeverisë. Në 13 vjetë që kemi qeverisur, kemi bërë me qindra, me mira, punë, vepra publike, reforma, iniciativa, ecje përpara, problematika, të cilat të gjitha janë në gjykim. Partia Socialiste ka prodhuar në këto 13 vjetë qeverisë mbi 180 kryetar bashkie, 3 herë nga 61, 180 kryetar bashkie. Ka prodhuar me 10 ministra, titular, drejtor që kanë firmosur, kanë proceduar, kanë ecur përpara. Në rastin e do të mbulonim, dhe duke thënë që ne fitojmë dhe fitoria mjafton për mos gjykuar mbi të gjitha rastet, njerëzit nuk do na votonin. Po për sa kohë që ne jemi transparent dhe ja kemi lënë në dorë drejtësisë së re të pavarur dhe organeve drejtësisë së re për të gjykuar për të gjitha çështjet dhe për të bërë logjikën e tyre mbi të gjitha gjërat se si janë realizuar, atëherë ne jemi shumë të qartë me njerëzit, shumë të sinqert para tyre dhe natyrisht njerëzit na pranojnë që këtë politikë tonë. Dhe na japin 83 mandate në radhë parë se kemi bërë punë, po dhe në radhë dytë se besojnë që ka institucionet të cilat gjykojnë nëse ka pasur afera të cilat njohin diskutime. Dhe thash, një numër aq të madh titullarësh dhe një numër jashtëzakonisht madh veprash publike dhe punë të kryera, padyshim disa prej tyre dhe mund gjykohen dhe disa prej tyre dhe penalizohen. Dhe kjo është faktaritja më e madhe që të gjithë e dim që kur hedh një firmë je në një proces monitorimi që vjen që nga sistemi brendshëm i monitorimit që shkon deri pastaj në organet e drejtësisë së re. Ne jemi parti e cila ka 104.000 antarë aktiv. Çdo ditë po të garosh Partinë Socialiste, shikon se sa të rinj afrohen, se si ndryshojnë strukturat, si ndryshojnë brezat. Partia Socialiste ka prodhon dhe do të prodhojë gjithmonë fal këtij dimensioni që ka, kësaj ADN-e që ka për transformim, gjithmonë një titullar të cilët marrin përgjegjësi, çojnë gjërat përpara, bëjnë reforma, përballen me elektoratin, marrin votë në elektoratin. Ka dhe problematika gjatë kësaj rruge, po natyrisht mbi Partinë Socialiste do të bie gjithë këto problematika. Partia kundërshtare ta nuk janë në jetën aktive administrative të vendit. Prandaj ky krahasim për mua është kreti pa vend dhe një raste do të jenë gjithmonë nga Partia Socialiste sepse Partia Socialiste qeverisë, ndërkohë që Partia Demokratike ka problematikat partitë tana kundërshtare, ka problematikat mëdha për sa i përket reformës në drejtësi. Edhe pse janë të mbasen në pak numra, por parimet janë të njëjta. Nëse Edi Rama në zgjedhjet 2025 doli dhe tha që Partia Socialiste dhe Edi Rama personalisht është garancia e vetme në vend për të mbrojtur reformën në drejtësi dhe drejtësinë e re, institucionet SPAK-ut, Sali Berisha dilte çdo të thonë dhe vazhdon dalit çdo të thonë, nuk e mohon. Dhe tha që po të fitonte Partia Demokratike në 2025, SPAK-u do të shkrihej, prokurorët do të shkonin në burg. Dhe ky është, njerëzit këtë gjykojnë. Pra, natyrisht njerëzit gjykojnë dhe individët, gjykojnë edhe emrat e përveçshëm, por në total gjykojnë punët e realizuara.
Kemi dy momente. E para, hetimi mbi zëvendës kryeministrën, i cili ka filluar prej tetorit të vitit kaluar. Në asnjë rast nuk është cënuar ky hetim, në asnjë rast nuk është kërkuar që ky hetim të pezullohet. Hetimi ka filluar kur zëvendës kryeministra ka qenë në detyrë, është në detyrë, është realizuar në të gjithë dimensionet e tij, pra në ministrinë përkatëse, është marrë gjithë arkiva, janë vërtetuar të gjitha lëvizjet, janë pyetur njerëzit, dëshmitarët, pra një hetim i plot që ka filluar dhe vazhdon. Për sa i përket këtij procesi, se duhet ta sqarojmë shumë mirë. Për sa i përket procesit të hetimit, ne nuk kemi pasur asnjë koment, nuk kemi pasur asnjë, le të themi, ndërhyrje, nuk kemi pasur asnjë veprim konkret. Por së bashku me këtë hetim ndodhi një proces i cili ishte një risi në gjithë fushën e administrimit të raportit ndërmjet funksionarëve publik dhe organeve drejtësisë, që ishte pezullimi nga detyra i një titulare të institucionit lartë, siç është ministri dhe në rastin konkret dhe zëvendës kryeministri. Pra, për një rast i cili siç ato çfarë ne dim nga organi akuzës, pra nuk kemi në një rast korrupsioni, nuk akuzohet ministri i transportit për korrupsion, akuzohet për një vepër tjetër penale, por jo për korrupsion, pra për një rast që nuk ka lidhje me korrupsionin. Paparazi në tendera. Po unë s'dua të them, po nuk është korrupsion, nuk e di tamam se duhet me thonë gjëra tamam. Pra, për një rast në cilin hetimi po zhvillohet dhe po vazhdon, kërkohet pezullimin nga detyra. Një masë e cila nuk ishte, le të themi, pjesë e praktikave deri tanishme, dhe një masë e cila çfarë realizon? Realizon bllokimin e një sektori të caktuar të administratës dhe një bllokimin e një sektori ministror i cili nuk mund të delegohet. Pra, në rast se do kërkohet dhe siç mund të kërkohet në bazë legjislacionit përkatës, pezullimi i një drejtori të përgjithshëm, titullari i ministrisë, siç është ministri, mund ta delegojë funksionin edhe dikush tjetër ta kryejë funksionin. Ndërsa po detyrën e ministrit është e pamundur të delegohet. Për më tepër, detyra e ministrit ka imunitetin që tu pastaj ha diskutim të deputetit, që padyshim është një imunitet i cili vjen si pasojë e nevojës për të garantuar detyrën e titullarit të institucionit. Siç kodi e thotë edhe ligji përkatës e thotë, për të garantuar funksionin e deputetit. Pra që ligjet dhe gjithë këto, le të themi, hapësirat që t'jepen edhe këto diskutime për sa i përket kodeve dhe kushtetutës janë për të garantuar lirinë. Pra që një ministër të veprojë lirë, dhe një ministër mos veprojë në presionin që një institucion tjetër, pra një pushtet tjetër, jo i që nuk kanë vija prerje me funksionet dhe pushtetin e administrativ, të pengoj dhe të pezulloj punën e një institucioni i cili është po ashtu kushtetues dhe zgjedhur nga parlamenti, që është ministri. Për këtë u adresua kërkesa në gjykatën kushtetuese, e cila fatkeqësisht nuk pati një qëndrim të fundit, por ama në diskutimin e saj dëshmojmë dy etapa. E para që ka problem dhe do duhet të ketë një zgjidhje përsa i përket këtij raporti të këtyre dy pushteteve dhe u ndan për mënyrën se si do zgjidhet kjo pjesë. Pra, ajo që kërkojmë ne të realizojmë tani është që lirinë që i ka dhënë kushtetuta pushtetit administrativ në rastin konkret, titullarëve të lartë, si presidenti i Republikës, kryetari i kontrollit të lartë të shtetit, guvernatori i Bankës së Shqipërisë, ministri, kryeministri, të jenë të garantuara dhe me ligjin e kodit procedurës që nuk mund të pezullohen. E them dhe e theksoj nuk mund të pezullohen, pasi është krejt gjë tjetër pezullimi dhe është krejt gjë tjetër hetimi, gjykimi dhe dënimi penal për këtë titullar institucioni. Pra ne nuk kërkojmë të mbrohet nga hetimi, nuk kërkojmë të mbrohet nga gjykimi, nuk kërkojmë të mbrohet nga dënimi, po kërkojmë të mbrohet nga pezullimi dhe ky debat ishte një debat që qartazi duhet bërë në opinionin publik,
pasi nuk ka të bëj vetëm me rastet e korrupsionit, se vishet me këtë rastin që prapë dhe këtu s'kemi korrupsion, por vishet me debatin për korrupsionin dhe bëhet populiste si bisedë dhe njerëzit bien dakord, ose opinioni e merr për dakordsi. Po në rastet tjera kur një gjykatës Y dhe një prokuror X ndikohen nga forcat dashakeqëse me Shqipërinë dhe pengojnë funksionimin e këtyre institucioneve me një vendim i cili, sipas diskutimit që bëhet, mund të ndodhi nga një prokuror dhe nga një gjykatës. Do të kemi bllokim të funksionit të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, do të kemi pengim të funksionit të Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, nga një gjykatës, nga një prokuror X, nga një gjykatës Y, që për arsye krejt largta me korrupsionin ose me këtë funksionin e tyre administrativ që ndikon te njerëzit të kemi një ndërhyrje. Pra, them që është një diskutim që duhet bërë. Padyshim është një nga ato nyjet e pasgjidhura të legjislacionit munguar shqiptar, legjislacionit të ri, na duket sikur jemi një shtet i konsoliduar me eksperiencë, po duhet mos harrojmë që jemi një shtet i cili kemi vetëm 3 dekada demokraci. Kushtetuta jonë nuk i ka bërë akoma 30 vjet, edhe është një kushtetutë që në shumë raste ka funksionuar dhe funksionon, po ka dhe momente si ky që flasim, që kuptohet që ka boshllëqe, të cilat do duhen zgjidhur dhe ligjvënësi duhet punoj shumë të tepër për ta zgjidhur me ligj. Dhe mendoj që po punohet, dhe kjo jo me ekspert vetëm shqiptar, po dhe me ekspert të huaj europian. Në dijenin time, Ministria e Drejtësisë Greqisë, Ministria e Drejtësisë Italisë po punojnë së bashku me ekspertët shqiptar për të bërë një ndërhyrje të plotë në legjislacionin përkatës, jo në kushtetutë, por në legjislacionin përkatës, i cili të garantojë atë që thash para pak. Lirinë të funksionuarit të institucionit, jo të individit, të institucionit. Ministria është një institucion, ministri është një individ. Sado që ju të tentoni, nuk do më të rishni në këtë kurth gazetares, që unë të flas për çështje konkrete. Unë jam këtu përfaqësuesi i Partisë Socialiste, nuk flas si individ, flas si përfaqësuesi i Partisë Socialiste, e cila ka thënë që në krye të radhës. Ne nuk komentojmë rastet konkrete. Ne flasim për mbështetje për reformën drejtësie. Edi Rama e ka thënë, Partia Socialiste e ka mbështetur, njerëzit na kanë votuar që të krijojmë një sistem të pavarur drejtësisë. Dhe ne flasim për parimet. Flasim për mbështetjen për SPAK-un, flasim për mbështetjen për reformën drejtësie. Natyrisht diskutojmë mbas kaq vitesh që ky sistem funksionon, që ka ardhur koha që ne të bëjmë edhe të shikojmë për sa i përket raportit me mënyrën se si pastaj vepron drejtësia e re, që ka të bëjë në radh fare me atë që ju thatë me paraburgimet, me këtë raport ndërmjet fazës së hetimit, gjykimit e më pastaj dënimit edhe vuajtjes së dënimit. Pra, tendenca deri tani ka qenë shumë e theksuar drejt paraburgimit dhe le të themi veshësh me akuza qoftë edhe nga ky gjyq i madh publik që bëjnë rrjetet sociale, bëjnë qytetarët, bëjnë njerëzit që padyshim nuk kanë asnjë, le të themi, njohuri mbi dosjet dhe shkojnë edhe hapin diskutime, flasin për gjëra të mëdha dhe pastaj kur vjen puna në gjykim, gjërat janë krejt tjera. Unë nuk do t'i hyj dhe ju po ja them fare sinqerisht, nuk kam asnjë problem të them, nuk e pranoj që ty në këtë kurth, pasi për Partinë Socialiste organet e drejtësisë janë të paprekshme për sa i përket funksionit të tyre. Por të gjitha ato që thash kanë të bëjnë me një gjë tjetër, pra me raportin ndërmjet funksionarëve publik edhe funksionimit të institucionit të tyre që ata përfaqësojnë. Dhe në rastin konkret, meqense ma përmendë disa herë, po e them në dosjen përkatëse dhe ajo çfarë ka ardhur në parlament, që në radhë parë ju kërkuam disa masa dhe pastaj erdhi pezullimi. Dhe mbas pezullimit erdhi heqja e imunitetit. Në asnjë rast nuk bëhet fjalë për korrupsion. Unë nuk kam asnjë gjykim për dosjen, por po them që në gjithë këtë proces të raportit të prokurisë speciale me kuvendin e Shqipërisë nuk ka akoma asnjë akuzë për korrupsion. Unë nuk kam një opinion.
unë lexoj atë çfarë kanë ardhur në Parlamentin Shqiptar. Nuk i njoh ato 16 faqe, nuk jam pjesë e atij grupi që i ka marrë ato dokumenta. Unë jam një deputet, një funksionar politik i Partisë Socialiste dhe di çfarë gjërash ka publike deri tani. Nuk kam asnjë informacion për gjërat jo publike, por ama publike është fakti që po hetohet në të 360 gradët e kësaj çështje, në të gjitha dimensionet e saj, janë thashësh po hetohet e gjithë ministria, funksionarët e ministrisë, bizneset të lidhura me këtë, janë ashtu siç ju besoj keni ndjekur, janë publike, hetimet, kontrollet e banesave, jo vetëm të funksionarëve, po edhe të biznesit. Pra nuk kemi në asnjë rast, një rast të vetëm që të dëshmojmë atë që kemi bërë në të gjitha rastet, në fakt, që dhe ju i përmendët, pengim të drejtësisë. Në rast se historisë të demokracisë shqiptare, një kryeministër do të kërkonte të ndikonte në vendimet e një gjykate, do të ishte pjesë, le të themi, presionit mbi gjykatën, siç ju e keni këtë ndjesinë që unë nuk e kam, atëherë do të kishim rezultat krejt tjetër. Por kemi një qartësisht një ndarje të funksioneve institucionale të qeverisjes edhe të partisë që qeverisë Shqipërinë me gjykatë. Dhe prandaj ishte ai vendim i cili ishte në, le të themi, 100% në të drejtën e tyre menaxheriale, por ama në të dyja variantet, të dy qëndrimet, dhe pro dhe kundra, kërkuan që të ketë një zgjidhje për sa i përket kësaj pjese, pra që a mundet të pezullohet një funksionar i lartë. Dhe kjo dëshmoi që kërkesa e Partisë Socialiste për të bërë këtë proces, pra qartësimin përfundimtar nëse një organ i një pushteti, jo të lidhur me pushtetin administrativ, një pushteti të pavarur, do të mundet të ndikojë në këtë pushtet. Pra, raporti ndërmjet pushteteve, ose raporti ndërmjet lirisë për të funksionuar të gjithë pushtetet si të pavarur, flasim shumë për pavarësinë e pushtetit drejtësisë, po pushteti administrativ do të jetë i pacënueshëm, thash prap, në rastet e mos realizimit të një hetimi, gjykimi dhe dënimi. Pra nuk po mbrojmë siç mbronte ish kryeministri i kohës kur ne ishim në pushtet, drejtorët e dënuar me edhe për vrasje, drejtorët e dënuar edhe për korrupsion, ministrët dënuar për korrupsion, me procedurë, merrte përsipër Sali Berisha problematika, thoshte ja mund edhe s'do jetoni 21 janarin, merrte përsipër problematika, thoshte s'do jetoni rrugën e Kombit. E kam thënë në parlament, në fakt, po e përsëris që pastaj diferenca është shumë e madhe. Ne mund të gjykojmë, dhe ju keni të gjithë drejtën të gjykoni, bëni analizat e juaja, por kur Sali Berisha ishte në pushtet dhe Dori Sallaku kërkoi në parlament hetim për abuzimin mbi 200 milion në rrugën e Kombit, Sali Berisha shkarkoi Dori Sallakun dhe mori përsipër të gjithë vëretarin, këtu ja mund, dhe për sa vite ata ishin, nuk u hetuan dhe çështja kaloi me procedurë, nuk u bë asnjëherë asnjë hetim. Ndërkohë që sot kemi komplet situatë tjetër dhe për këtë situatë tjetër njerëzit na vlerësojnë, na gjykojnë dhe në fund fare na votojnë. Në radhë parë nuk kemi një qëndrim për mosheqjen e imunitetit të një deputeti të kërkuar, nuk kemi një qëndrim. Për sa i përket raportit me, le të themi, me këto dyja këto procese, por natyrisht dhe raportit me kronologjinë e ngjarjes, në parlament erdhi pezullimi. Pezullimi u kundërshtua në gjykatën kushtetuese dhe gjykata kushtetuese vendosi pezullimin e pezullimit. Pra, kërkesa e parë e ardhur nga organet e drejtësisë, jo për një arsye korruptive, por e ardhur për një çështje tjetër, jo korrupsion. U kërkua pezullimi. Pezullimi u rrëzua nga gjykata kushtetuese dhe kjo e bëri organet e drejtësisë që të cilin një mas tjetër, që është heqja e imunitetit. Pra, unë nuk hy fare në diskutimin e heqjes së imunitetit, por ditë them që pezullimi për pezullimin tani ka rënë. Pra, organet e drejtësisë vazhdojnë hetimin
dhe atë çfarë kishin objektiv parsor, pra mos qenë në detyrë të funksionarit institucional për të ndikuar në dëshmitar dhe për të ndikuar në manipulimin e provave, nuk është më në detyrë fal vendimit gjykatës kushtetuese për vendosjen e pezullimit të funksionarit publik. Pra, të dy çështjet janë të lidhura jo nga konteksti, po janë të lidhura nga rrjedha e kërkesave, janë të lidhura nga kronologjia juridike e çështjeve, janë të lidhura edhe nga, le të themi, qëllimi që kanë pasur për të realizuar. Por po ashtu do duhet thënë shumë fort që jemi brenda afatit kushtetues për shqyrtimin e kësaj kërkese, jemi në afatin kushtetues, dhe tani pse opozita apo nuk e di media, dhe këtë nuk e kemi një, le të themi, një kërkesë nga organet e drejtësisë për ngushtim të këtij afati 3 mujor, po njerëzit ose opozita, profesorët e opozitës kërkojnë këtë ngjarjen e ditës edhe mendojnë se fitoria do të vijë nëpërmjet organeve drejtësisë, që është e pamundur të realizohet, kërkojnë që pse se bëni sot, po e bëjmë brenda afateve që ligji na ka krijuar. Raporti jonë me BE-n, raporti jonë me integrimin është, le të themi, busulla orientuese e gjithë vëmëtarisë sonë. Dhe procesi i integrimin në Bashkimin Evropian, padyshim një nga arritjet kryesore të këtyre viteve dhe arritjet kryesore të demokratizimit të jetës së vendit, se ai proces është shumë i ngarkuar, ka me 10 kapituj, ka legjislacion, ka transformim, ka, le të themi, reforma, ka institucione të reja që duhet ndërtohen, institucione të reja që duhet transformohen, mënyrë funksionimi, mënyrë implementimi. Po një nga pikat që i dëshmon gjitha këto, dhe ishte si tush dhe është padyshim pika kryesore e negociatës në BE, është raporti me drejtsinë e re. Dhe ajo që thuhet qartë nga partnerët tanë, qoftë nga Bashkimi Evropian, qoftë nga partnerët strategjik si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është që e kanë thënë gjithmonë në fakt, dhe asnjëherë nuk ka munguar ky që padyshim pavarësia e gjyqësorit dhe pavarësia dhe mbrojtja e sistemit të ri të drejtësisë re është fundamentale për këtë raport, dhe ne këtë e kemi 100% të qartë dhe 100% të implementuar, pra mbrojtja jonë është evidente në këtë aspekt të drejtësisë re, dhe ajo që thonë parimisht është që brenda afateve kushtetuese proceset e kërkuara nga SPAK-u të marrin rrugën e tyre, dhe ne këtë po realizojmë. Pra, ka një shqetësim, padyshim ka një prononcim, unë s'do ta quaj shqetësim, por prononcim të asaj që është thënë me 10 herë, që reforma në drejtësi është një nga gurët e rëndësishëm kilometrik të rrugës së Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Bindur që historia, dhe për këtë shpresoj shumë edhe sektorin që unë mbuloj përpiqem shumë si gjithë kolegët e mi socialistë, si kryeministri i vendit dhe kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama, që ne ta shkruajmë historinë brenda këtij mandati për të përmbyllur negociatat në Bashkimin Evropian dhe të jemi pjesë e familjes europiane. Pjesë jo pak e rëndësishme është edhe raporti jonë me drejtsinë. Prandaj krahasimet duhet bërë sepse ato kemi përballë. Nuk po flasim për, nuk e di, funksionarë tjerë pa përmendur emra të tjerë, po flasim për njeriu që kërkon të bëhet kryeministër, kërkoi të bënte kryeministër në 2025, humbi për të 11 herë radhasi, kërkoi dhe dje që ky është kilometri i fundit dhe në datën mbas 10 ditësh do marrë pushtetin. Pra, po flasim se jo dy persona, po dy lider që drejtojnë dy forca politike, që kanë vizionin e tyre, kanë leadershipin e tyre, kanë programin e tyre, kanë aktivitetin e tyre, kanë premtimet e tyre dhe kanë veprimet e tyre konkrete, si gjykojnë për reformën drejtësi. Dhe këtu nuk është se do krahasojmë Partinë Socialiste me një parti e cila nuk ekziston ose vjen nga Danimarka, nga Norvegjia, nga Ekuadori, apo nga Anglia, apo nga Kazakistani. Po flasim për këta dy konkurrent që kanë dorë fatet e Shqipërisë, që konkurrojnë për të qeverisur buxhetin e Shqipërisë, që konkurrojnë për të qeverisur institucionet e pavarura në Shqipëri. Dhe padyshim ne jemi në një garë elektorale permanente. Në garë elektorale nuk është në ditën e zgjedhjeve, dita e zgjedhjeve është një ditë ku përfundon procesi, po
Unë e kam bindje këtë, tashmë edhe eksperjenca ime modeste në këtë profesion, më dëshmon që nga dita e parë që zgjedhjet mbarojnë, pra të hënën fillon gara për zgjedhjet të tjera që ndodhin pas 4 vjetësh. Të dielën mbyllen kutit, të hënën fillon gara e re. Dhe ne jemi gjithkohë në garë, kemi përballë Partinë Demokratike të mbetur dhe disa partizat vogla. Kjo nuk është përgjegjësia jonë, kjo është përgjegjësia e opozitës.